Donjeta ke mujt? Po e de. Qyshje? Mirë. Shako, shasko. Gjithçka ka. E shka s'ka? Gjithçka ka. Kur gjo s'ka. Krejt ka, krejt s'ka, a? Krejt s'ka. Si me thonë... Në kino gjithmonë ka sa në të reja, edhe të mira. Sa në të reja dhe të mira. Po. E për ndryshe, qysh ka kalu kjo javë? Mirë ka kalu shumë, e kena pas atë filmin Shqip, Luna Park. Ka pas interesim mjaftueshëm, edhe u kohën atmosfera shumë e mirë. Une ju uroj shumë për filmin, një film jashtëzakonshëm. Edhe pse atë natë kisha shfaqje në Gjilan, po filmin e kom pa, në premierën e filmit e kom pa, kur ka qenë Jon Gjakob, kështu që qyshu don njerëzit. Të kënaqën janë do, tamam që kanë kallëzu historinë e vërtet që ka ndodhur. Ngjarje e vërtet. Ngjarje e vërtet. Edhe shumë e dhimbshme. Njerëzit i kanë shit domethënë këtë çka kanë pas, edhe i kanë shti parët në skemat piramidale të cilat asnjëherë nuk kanë kthy mo. E tash 4 vjetori kinemas. E tash këtë javë kemi shumë fest. 4 vjetori kinemas njerëz është nesër me 28 nëntor. Po i tregoj Edi, veç cilat premiera e kemi këtë javë, nuk po i qesim trailerat kësaj here, vini shikoj në kino Hyri Johana, por do i tregojmë aktivitetet që do të mbahen në kino. Nesër, të shtunën dhe të dielen, 3 ditë fest. Do më thoni kemi, ka me pas fest, ka me pas dhurata, gjithçka, tash i tregojmë se cilën veç e veç. Atëherë po i tregoj vetëm cilat premiera i kemi këtë javë, i kemi 3 premiera, prap një film shqiptar, filmin Kazerma. Ky film është ma shumë se një lojë televizive. Ajo nis si argëtim, por shndrohet në një dramë që trondit secilin prej pjesëmarrësve edhe shikuesve. Ky është produksioni i parë në zhanrin filmik i Turian Hysko, një rrëfim i fuqishëm edhe ndryshe nga gjithçka që keni parë deri tani, që do të shfaqet nesër më 28 nëntor në kino Hyri Johana si premierë. Në ora? Në ora 20. Pra njerëz, filmi shqiptar Kazerma, nesër e pram 28 nëntor, ora 20 Kazerma. Me Turianin, Turian Hyska është producent, po mdoket, apo? Po, mirë shumë. Atëherë kemi edhe premierën e dytë, filmi Zootopia 2, është një film për fëmijë. Ç'tale mamu. Filmi është film aventurë, komedi edhe animacion, shumë i mirë. Edhe që kanë lyp fëmijët edhe kanë shkruar shumë, ka pas interesim shumë të madh për këtë film që kur do të shfaqet. Por erdhi, pritja se erdhi fundi Edi. Kjo premierë për fëmijë është të shtunën me 29 nëntor në orat 19. Por jo vetëm kaq, e kemi edhe një premierë tjetër të dielen, 3 ditë 3 premiera. Premiera fundit filmi Kursa, film aksion me gara makinash. Me makina spektakolare dhe shumë adrenalin. 3 premiera të mëdha, edhe të mira. 3 super premiera. Atëherë, po t'rregojmë edhe Zootopia është shumë e mirë, sidomos nishi, knash, shumë i mirë, edhe dyshe. Tash dyshi, normalisht. Tash kemi pa edhe dyshe në kino. Tash po qesim oraret javore, aktivitetet. Po. Veç pak oraret javore, aktivitetet kemi këtu. Së pari filloj me 4 shen, 4 vjet kino, 4 emocione së bashku, njerëz. 28, 29, 30 nëntor. Prit të zot, logo e mirë, kuqezi gjithçka. Taman qyshe kemi shpirtin edhe qyshe kemi. Ky është dita e parë, pra, këtu rrim pak. 28 nëntor, dita e parë e premte njerëz nesër. Në ora 16 kemi nëntori 2, që do të jetë falas për të gjithë ju. Kush dëshiron më ardhmi pa, do me thonë hyrja është falas. Pastaj kemi prap filmin Luna Park në ora 18. Në ora 20 premiera Kazerma, po ashtu nuk mbaron me kaq, në ora 21:30 vazhdon eventi me Redon Makashi në Dom. Një film me plot aktivitete edhe të krejt shqip. E premtja është me çdo film shqip. E premtja shqiptare 28 nëntori. Apo ethet e të premtës mbrëma që kanë thonë përpara.
E kjo do një vazhdoj me ditën e dytë. 29 nëntor. Këtu pak më shumë është fokusi tek fëmijët. 29 nëntor e shtunë. Kemi plot aktivitete të ndryshme duke filluar nga ora 12 me face painting para se të hyjnë në premier, pastaj premiera në ora 13 Zootopia 2, në ora 15 filmi për fëmijë Lilo and Stitch, në ora 17 e kemi korin e fëmijëve Lyra, që do ta bëjë një atmosferë të jashtëzakonshme. Pastaj në ora 18 kemi filmin Luna Park, edhe duke e përmbyll natën apo ditën në ora 20 prap me filmin Shqiptar Kazirma. Një e shtunë me plot aktivitete të ndryshme. Ethet e shtunës mbrëma. Ethet e shtunës tash. Dhe është kemi edhe ditën e diel 30 nëntor, duke filluar nga ora 13 filmi Wicked 2, pastaj vazhdojmë në ora 16 Zootopia 2 prap, në ora 18 Kazirma dhe në ora 20 premiera e kësaj jave kursa. E diele Bibiana, po? E diele. Mos u ankohi. 3 ditë plot të mbushura me aktivitete, 3 ditë fest në kino. Mirë, po. Por. Surprizat nuk kanë të ndalur, ka thonë Naima Bozi. Këto ditë në kino, e blem biletën, merr pjesë edhe në lojë shpërblyese. Ai prit se çfarë lojë shpërblyese tash ju prezantoj? Duke filluar një dark shift në Dom Fshat. Një night shift në Hotel 12. Një parfum nga Center Mall. Një Samsung A07 nga Ari Mobile Shop. Një Samsung tjetër A17 nga Ari Mobile Shop. Një make-up nga Albe. Edhe një prerje flokësh nga Albe, edhe stafi saj. Një arush për fëmijë nga Nërtili. Një trotinet për fëmijë nga Nërtili. Endola Badi nga Valmira Ramani, një mbjellje të çorpekëve nga Donika Matoshi, gift card 20 euro parfumeri nga Dafinas Parfumeri, një kontroll gastroenterologjike nga Lege Artes, Edi shka kontrolloj luftin. Kontrolla gastro Edi catch. Vazhdojmë edhe me 2 shpërblime tjera, një buqet me lule nga Lulishte Ashilea, edhe një gift card 20 euro nga Big Story. Ai prete. Ua, Edi, veç mua anku, tonë të shpërblime. Një super giveaway. Nuk na merr gjë tjetër veç mua anku për shpërblime, më thonë pse kaq shumë. Pse kaq shumë, fix. Njerëz, nëse doni me marr pjesë në çet lojë shpërblyese, do i marrni përzgjedh cilin film ju doni gjatë këtyre 3 ditëve, 28, 29 dhe 30 nëntor. Kush e blen biletën e fut biletën në kutinë e fatit. Edhe pastaj të hënën vendosim. Ai, e shikojmë. Zot me. Ja komu kënaq të marrësh probleme. Por, e kemi bërë edhe një pako. Mos më thuj. Nëse shko po ma u tranu shefi. Ej, 4 vite kino. Që është e u tranu shefi. Hajde. E kemi edhe një ofertë, një pako domethënë, gjatë këtyre 3 ditëve vlen. Po. 3,30 €, një Pepsi edhe një popcorn. Vetëm 3,30 €. Qysh e keni qitë më tërzin kështu tani mi? Ska Edi, shumë durata, shumë filma, shumë shpërblime. Ja, unë definitivisht nuk ka me gjë tjetër veç më ardhë më punu me juve që aty mi onal pak. Edi, ma mirë ta qartë. Më ardhë mi onal, nali mërë që jeni ka jep një shumë. Jo, s'na nojnë, nuk na nojnë. Prej të zot me të mira tuja, prej të zot me të mira tuja. Koka shumë ngarkume si një traditor fantastik. E mandej futemi në muin dhjetori bukur me lule, me tumtume, me bukmrume. Edhe përfundojmë vitin. Ai, prej të zot 2024. Ditindja jam është në dhjetori, Edi. Me sa, moj me sa? Me 8. Ej, dëgjues shikus të dashur me 8 dhurata. Ledhni parët një GoFundMe për ta hapim një GoFundMe për donjetën. T'ja blem një 5 lirsh. Rang, të thënë se. Ko qysh dukati. Mas në e shesi me bëjmë pare. Edhe mas në e blenë që atë ndet me pare. Donjet, falenderoj shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve. Edhe me drejtë që nga shumë mirë. Është një traditor i përmbushur. 4 vite kino, 4 vite së bashku. Të gjitha ato dhurata që jepni, të gjitha ato gjona që jepni, besoj që është
vullneti mirë mas pari, edhe është për me i këzu njerëz, për me i shpërbly shikus. Pra, bleni bileta dhe bëni pjesë. Presi mos harroni 28, 29 dhe 30 nëntor në kino Hyria Hana, festë e madhe. Bëni pjesë e lojës shpërbly se fitoni edhe mani një kujtim prej kinemos. Edhe shijoni çdo film që kena me shfaq. Ne i metëm bërgjë shikuzë për trailerat e kësaj radhe, po për shkak kësaj aktivitetit më mirë fokus kësaj t'japim fokus. Give it away now. Ajo give away shkajnë ato. Edi, faleminderit shumë. Doniet, thank you. Jurojmë shumë sukses. Urime 4 vjetorin. Faleminderit. Tortën ju bojmë mas nej, se herë kina do punë, jena si në për punë. Vish mos harro. Absolutisht nuk harroj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes këtë best. Mirëmëngjesi. Musika. Ama mirë këtu, a atje.